Mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Debat me fakte, këtu në studiot e portalit informativ Fakti Ditor. Me 7 qershor, Kosova do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Këto zgjedhje kanë një rëndësi shumë të madhe për shkak se do të përcaktojnë të ardhmen politike të saj. A do të rikthehet Kosova në stabilitetin politik apo do të hyjë një krizë të re politike? Për të folur për gjithë këto, si dhe programet politike, prioritete qeveritare, çështjet e sigurisë, integrimet euroatlantike, por edhe sfida tjera me të cilat po përballet sot Kosova, të ftuar në studion ton kemi zotin Burim Ramadani, kandidati i Aleancës për zgjedhjet e 7 qershorit për Kuvendin e Kosovës. Mirëmbrëma zoti Ramadani dhe mirë se erdhët në Debat me fakte. Mirëmbrëma, ka sipër më faleminderit. Gjithashtu të ftuar në emision kemi edhe gazetarin Kasiret Sulimani, me të cilën do të bisedojmë për fushatën elektorale në Kosovë, si dhe zhvillimet e fundit politike atje. Mirëmbrëma zoti Sulimani dhe mirë se erdhët. Më ishte gjatë, më faleminderit për ftesën. Faleminderit. Zoti Ramadani, slogani i Aleancës tani është siguri, energji dhe zhvillim. Çfarë konkretisht do të thotë ky slogan dhe cili është mesazhi që po synohet të përcjellit qytetarëve të Kosovës përmes tij? Po besoj që Kosova dhe qytetarët e saj e mbi gjitha, ne që kërkojmë përgjegjësi apo ata që kanë përgjegjësi ditash politike, do të kthehen në tetin stabilitetin në shtetit dhe respektivisht në sigurinë si shtyllën e parë. Është e qartë se as fillimi dhe as fundi e çfarëdo lloj projekti politik në Kosovë nuk mund të jetë stabil dhe i qëndrueshëm nëse ne nuk investojmë në siguri, nëse ne nuk investojmë mençur në siguri, përkatësisht në sigurinë e mençur, që janë koncepte edhe të NATO-s, dhe rrjedhimisht i japim siguri jo vetëm të asaj që shihet si siguri e fortë, po i japim siguri ekonomike shpëtorëve, i japim siguri juridike, bizneseve, ndërmarrësve, investitorëve e të tjerë, e cila pastaj definitivisht lidhet me domosdoshmëri më të madhe që ka Kosova në jetën e përditshme, ajo është energjia. Dhe po flasim për energjinë elektrike sporët, edhe pastaj të flasim edhe për energjinë e shoqërisë, popullit, institucioneve, sepse fatkeqësisht gjatë këtyre 6 vjetëve, sidomos në 3 vjetët e fundit, ne në Kosovë kemi humbur edhe sigurinë si ndjej, edhe energjinë si motiv. Pra, nuk ka energji të mirë në Kosovë, nuk ka energji të mirë institucionale të punës, të angazhimit. Ne tashmë një kohë kemi institucione për të lëshje funksionale. Shumica, do të mos thënë të gjitha, institucionet në Kosovë janë në ushtrues detyre. Fatkeqësisht edhe ushtrinë e kemi pa general, pra pa gjysmën e generalëve, e cila ka mbet në këtë gjendje që më shumë se 2 vjet. Nivelet e shumë të policisë i kemi me në aspektin civil dhe të blinte ushtrues detyre. Policia s'ka pas proces gradimi gati 11 vjet. Para 3 vjetësh, gati 2 vjetësh është në fakt, në korrik viti 2024, në proces e gradimit për nivelin rrëftar ka qenë skandalozi, më skandalozi në historinë e Kosovës, dhe është detyruar të anulohet. Pra po flasim me qëllim i përmenda disa institucione, sepse s'kemi energji punë, s'kemi energji elektrike, e kjo është pjesë tjetër e diskutimit dhe Kosova gjatë 5 vjet e fundit i ka blerë me miliarda rrymë elektrike kryesisht prej Serbisë. Dhe e treta, që është e domosdoshme, është zhvillimi. Pra nuk mund të flasim për zhvillim, pavarësisht se dëgjojmë fjalë të ndryshme, raporte të ndryshme, statistika të ndryshme, dhe e dim gjithë që djalli fshehet në detaje, dhe momenti kur statistikat interpretohen ndryshe, ato kanë qëllim manipulim. Po me gjitha ekonomia nuk është raporti që shkruan birokrat në qeveri. Ekonomia është ajo që qytetari ndjen në kuletën e vet, në kuletën e përditshme. Dhe ato që ndjen sot është shumë më e rëndë dhe më e keq se çfarë ka qenë para 2 vjetësh. Hiç nuk po futem, nuk po shkoj më lart. Prandaj për ne janë shtylla
ekzistenciale të Kosovës, jo është programe politik, e që siguria, energjia dhe zhvillim. Ëndër. Zoti Sulemani, si e vlerësoni fushatën elektorale tani në Kosovë, duke marrë parasysh fatën se para fushata u karakterizua nga tensione dhe polarizimet të fuqishme. Sa kjo do ndikojë në klimën demokratike të Kosovës dhe në procesin zgjedhor të 7 qershorit? Kosova në periudhën e mbas luftës me një shpejtësi të jashtëzakonshme ka arritë të jetë një prej shteteve shembull për mënyrën e organizimit të zgjedhjeve dhe të fushatave. Por kohët e fundit, ose më mirë me thonë në 7-8 vjeçarin ose 10 vjeçarin e fundit, kjo frym ka ndryshu. Ka ndryshu për shkak të gjuhës përdorur, për shkak të moskujdesit të akuzave dhe një propagande të jashtëzakonshme. Edhe në këtë fushat të zgjedhjeve të 7 qershorit, sigurisht që është duke u dominu kjo gjuhë urrëties, kjo gjuhë përçarjes, edhe më konsideroj si një përkufizim jam është shtu në mungesë të prezantimit të rezultateve qeverisë për një periudhë 6 vjeçare, është forma më e mirë për me sulmu kundërshtarët e tu politik. Është fatkeqësi që vazhdojnë qytetari normal, një shteti normal. Duhet pritë nga secili politikan që të prezanton program, të prezanton mision e vizion se për të cilën pozicionon të vijë në pushtet, sidomos partia më e madhe këtë rast vetëvendosja që është në pushtetet, vazhdon të jetë, ka gjetë që të merret ende me akuza, me shpifje, edhe shumë pak flasin për vete, shumë a shumë duke i sulmu kundërshtarët politik, oponentët kryesor politik në vend. Pastaj se unë po, secili qytetar ka të drejtë të ketë mendim ndryshe. Secili qytetar ka të drejtë ta mbështes një subjekt caktuar politik ose një lider caktuar politik. Por askush nuk jep të drejtën që të shpifin e të përdorin gjuhën më të vrasht të mundshme karshi personaliteteve të ndryshme, e në veçanti personaliteteve të çmuara kombëtare të që i ka Kosova. Faleminderit. Zoti Ramadani, cilit janë pritshmëritë e aleancës për zgjedhjet e 7 qershorit? Pra cili rezultat do të ishte ai i cili do të konsiderohej si një sukses për subjektin e juaj politik? Ose që të mësoj që Alianca në të zgjedhje ka hyrë e dëshuar, e reformuar. Me një moment të jo të hinjën për Kosovën, ne kemi arrit në ndërtu një ekip mirë dhe një program mirë. Alianca është heci sot prej Ardenxhini, zotëri Ardenxhini, kryetari i Gjakovës tashmë në 3 mandate, është deputet, është ministër, dhe ne eria zakonisht i pjesës së mendimit strategjik për politikën, por kësisht operacional për qytetarët, i shkolluar në Angli dhe me një përvojë jashtëzakonisht të mirë. Por kjo e ka kombinuar jashtëzakonisht mirë me kaluarën, me tashmen, që është dhe zoti Ramush Haradinaj, dhe një kombinim jashtëzakonisht i mirë që ka ndodhur. Ai që shohim është kjo është prit mirë për qytetarët, për strukturat të aleancës dhe mbështetësve të aleancës, është prit mirë për opinionit publik, po të njëjtën kohë ky opinion publik dhe ta qytetarët në Kosovë e vrem pa asëndirin, e vrem që ka revolt dhe partnerësi serioze me qeverisjen dhe me mungesën e punës. Ajo që e vrejmë edhe shohim çdo ditë është që një pjesë e madhe qytetarëve shohin se kjo është qeveri dërmbeti. Dhe po i marr 2 shembull, tepër interesant që mund ka ndodhur edhe na ka ndodhur neve gjatë kësaj periudhe. Në 2 çështje që nëse nuk bëjmë presion të madh ndaj qeverisë, nuk reagohu. Çështja e parë ka qenë tathimi në provë. Pra, ka qenë një lloj flaskitje e pa arsyetuar asëse dhe pa menduar për qytetarët. Dhe kur kanë filluar me bë ankesa qytetarët në Ministrinë e Financave, më një herë kanë ndërprer dhe kanë thënë se po e ndryshojmë sistemin. Dhe unë e kam bë thirrje qytetarëve se të bëjnë ankesa. Pra, për mos me detaju se cilën aspekt, thjesht
Nëse qytetari ka pagu tatim shqipror vitin e kalu, edhe ka qenë 0-0, Ju keni pasur një reagim për këtë tatim? në këtë vit i ka ardhur fatura me borx për vitin e kaluar. Ani pse ti e ke pagu 0-0, ke qenë 0-0. Dhe ja kanë shpik një borx. Dhe qytetarët fillimisht nuk e kanë vrejtshëm, se ka qenë 5 euro, 7 euro, 15 euro, varësisht prej faturës. Por kur mbledhet ajo në përgjithësi, sepse kjo i ka ndodhur vjetra mijë familjeve Kosovë, pronorëve të shtëpive të nesër. A do të kërkoni përgjegjësi? Do të ka përgjegjësi për këtë? Unë i kam bërë kirje qytetarëve në bankë kesa direkt të Ministria e Financave dhe jam informuar se kanë vërshu ankesa, kanë mirë ankesa direkt të Ministria e Financave dhe pastaj kanë sistemi duhet më përmirësu, e kanë bloku sistemin se ta përmirësu. Pra ka qenë fiturja po. Dhe fiturja e dytë këtë temë ka qenë sërse e vjen bojtës së autostradës. Pra ka 2 gra pak muaj më herët e kanë hënë jetën në autostradën e Brendë Vogël për shkak se ta shit dhe 2 vjet e më shumë nuk e kanë largu dhe pra se kanë më bojë dhe kjo e tregon dembellokun. Pra mos vjen në dembellokun civist. Po hekim të temat për cilat ata kanë dëshirë të bëjnë propagandë edhe diskutuat në nivel këtë abstrakt. Nivel praktik, na kemi një qeveri që s'ka punu këtu. Në vej 20 miliard euro ka menagju gjatë të 6 vjetëve dhe nuk e kemi asë një projekt që e bërin shifrën 50 miliard. Mbi këtë periudhë gati 6 vjeçare, ka pasur në dorë ose një parti gjitha institucione mbështetëse. Pra as ka pasur atë, as ka mund me pas pengesa, sepse ka qenë një person që vendos për gjitha. Edhe kjo është bërit gjatë kësaj periudhe, sepse para 2 ditësh kanë filluar me hek dhëv nga ofisor. Thonë, presioni reagimës ka pas apo? Por më nejtë që për 5 vjet të fundit, 2 momente kemi treguar se mundna me fitu përballë tyre. Me fitu për qytetarin, jo vetëm si Ma gjëva të dhe. në hanë, ka sot dhe për të ndëpër kërpjet. Këta njerëz e kanë ndëkuar në ho, sepse janë në ri me presion dhe tjerë. Dhe momentin kur kanë mbet pa presion, qytetar, jo veç politik, qytetar, jenë di shumë komod, jenë di shumë reha. Ama qështu me qëtë likur të hërëll e kanë që vemin në 3 por zjedhe dhe kanë dollë fitus. Qështu bërëm diçka ka pse fiton ky subjekt ka të shumë. Me thënë, a është këto do për dështë më të thënë, a është fajo opozitës që ka qenë shumë e heshtër ose e përgjumur, a është si rezultati një propagande të jashtëzakonshme që këto e bojmë para qytetarëve, apo e shujnë vetëm në alternativë? Mendoj që është rezultat i 2 këtyre se i përmendë. Propaganda tepër zvonë në tema më abstrakte, dhe kjo lufta në Ukrainë, lufta në Iran. Pra qeveria Kosovës më shumë ka folur për luftën në Ukrainë se në qeveria Ukrainë. Të thëmë në cini. Pra më shumë kanë folur në Kosovë për luftën në Ukrainë se sa shtetet që e rrethojnë Ukrainë. Sepse ato nëse s'kan folur kanë vepru, më përgatitë me vjedhja e madhe skandaloze e rezervave shtetërore në Kosovë kanë ndodhur për shkak se kanë pretenduar se për shkak të luftës në Ukrainë tash na duhet me shkel këtë procedurat, këtë ligjet, edhe me ble vojën, gruajn edhe rezervat shtetërore. Elementet ose produkte për rezerva shtetërore, kundër ligjeve, kundër kushtetutës e gjitha, i kanë pagu po edhe monde s'ka. Pra, as nuk i mbledhën rezerva shtetërore, as nuk i kanë respektuar ligjet. Dhe kjo pjesë e ka largu debatën publik për temave reale, për temave përditshme. Se e mora shumë platinën pro autostradë. E tash, opozita, sipas meje, gjatë shumicës së viteve, e ka përcjell propagandën. Pra ka shku pas propagandës.
nëse është folë për luftën në Ukrainë, ndikimin, jemi mundu me spjegu ç'është ndikon ose ç'është ndikon. Por nuk ka qenë presive, nuk i ka bë thirrje qytetarëve me bë presionin qytetar në qeverisë. Unë mendoj që me presion qytetar, jo vetëm politik, si pjesë e angazhimit opozitor, është ndalë sistemi i plaçkitjes për në tratimin prunë dhe është pasru autostrada. Nëse ne vazhdojmë, ose kishëm vazhduar më herët, kishëm nisë më herët, presionin qytetar mbi tema konkrete, i kishëm detyruar me punu, edhe qytetarët e kishin po se ka mundësi me punu, po s'po dolu. Unë s'ta ka shfrytzu për shkak të fshatës. Edhe kjo mund tjetë një për elementeve, sepse në aty kisha, por dhe LPS3. Mene që ata kanë bo domosdoshme, ka qenë domosdoshme, po mendoj që i kanë përvy dëshmitojës e qytetarët që thjesht nuk kanë dosh në doli. Që edhe nëse do të kemi mundësi me nëru këtë qeveri edhe me qenë në qeveri në arshme, absolutisht këna me ndjek një opozicionalisht për këto, sepse Moskryja përnëmën se ka rreziklur qytetarët, edhe po, këna me vendosë para drejtësi, kush do që ka qenë përgjithë se nuk e ka bërë. Në fakt, nëse burin kam qef me pyetje edhe një pyetje shumë konkrete, edhe po pres një përgjigje të mirë, ose në përgjigje nga, tash relative është e mirë apo e keqe. Kryeministri Albin Kurti tha se Kosovën kemi gjetë në podrom edhe të mushtë me ujë. Ju zoti Bure Mamadoni jeni në kohë të gjatë në skenën politike akademike. Në cilin kat është Kosova ose në cilin kat e ka gjetë Kosovën kryeministri Kurti? Fjalia se dhe vendosur këtë Bruxelles e ka gjetë Kosovën në podrom, është një prej fyre më të mëdha që ka bërë populli i Kosovës, sepse mos harrojmë që populli i Kosovës është popull kenar. Ka qenë podrom vetëm gjatë viteve 90, kur Miloševići ka tentu dhe me në caktuar ka bërë gjenocid. Por e vërtet është që i ka dalë kërshirë, edhe Miloševići, ky popull i Kosovës. Problemi nuk është vetëm te ofendim. Problemi është shkak po dëm me vendos në dijen e njerëzve që në të i quhet influencë psikologjike. Sepse në diçka e di. Fjona e kom gjithë di kanë podrom. Nuk është veç aspekt ekonomik. Është konotacioni që ka mbrapa. Se cili qytetar, Po që po tërnimi sinonimi errësirës, si nga flinjes e zonës, e praçkës, e zonimit, e të tjera, e brasive, e të tjera. Pra, për mu, kjo ka qenë një prej formulime ma ofenduese dhe ma këqija që ekziston, pa të shkjalisë tashmë te për famshme që e kemi dekonstruktuar në Velf, që Kosova është shkatruar 20 vjet. Pra kjo është pjesa e dytë e kësaj fjalie. Kosova është shkatruar 20 vjet, ka qenë propaganda që është shpik edhe është formuluar për shërbimit secef edhe për to ka dëshmi institucionale, është formulim i shpikun nga shërbimit secef i bijës, edhe ka, po them me përgjithësi, ka indikacione apo elemente ma shumë se dihet edhe kush e ka shpik sot. Dhe pjesa e dytë për mu është pjesa e dytë e fjalisë. Pra, ka qenë shkatruar sipas kësaj logjike 20 vjet dhe kur kena ona populli ka qenë podrum. Që në popullat e rrahun, e plaçkitën, i dhënun, i vrarë, e të tjerë. Për kujt? Dhe kjo është jashtëzakonisht ndikuese në aspektin negativ, ndikon negativisht, e me gjitha, jo vetë që është vërtet, po është armiqësore si mënyrë të ndumit. Qytetarët e Kosovës janë qytetarë krenar. Kanë arrit në këthy për ma pak se 6 muaj mbi 1,5 milion refugjat. Jo, histori e suksesit është Kosova. Dhe për atë që bëziko. Populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës, s'ka qenë kohë në podrom. Dhe nuk kam qenë asnjëherë, pavarësisht kush është qeveri edhe çfarë sodime qeveritare. Zoti Ramadani, nëse zgjedhjet e 7 qershorit do të prodhojnë një rezultat të tillë ku alianca apo votet aliancës do të jenë rendimtare për të zgjedhur presidentin apo presidenten e Kosovës, cili do të jetë qëndrimi juaj politik? Edhe në rast se fituesi këtyre zgjedhjeve del vetëvendosja. Pra, do të kemi një bashkëpunim dhe një marrëveshje për ta zgjedhur presidentin dhe për ta shmangur një krizë apo zgjedhjet e ardhshme.
të jashtëzakonshme. E para, Kosova në bindjen time nuk mund të mbetet edhe në krizë. Pra nëse Kosova futet edhe një herë në krizë, të njëjtë si Kosova gjatë 2 vjetëve të fundit, shqetësimi im, frika ime është se nuk ka me mbetu. Nuk ka me mbetu si stabilitet politik edhe si funksionalitet institucional. S'po tham si shtek, se nuk e vendim shtetin për shkak se dikuj ju ka tek me bloku gjithçka. Këto zgjedhje për mua janë mundësia ndoshta e fundit politike për me dalë për krizës. Sa e krize që ka rënë tepër thella. Edhe kjo krizë nuk është e për politikan, sepse këta pra vazhdojnë njëjtë. Na kemi përballë një parti milionere. Pra partia vendvendose është partia milionere Kosovë. I merr mbi 3 milion euro çdo vit nga buxheti i Kosovës, të buxheti i Kosovës. E pastaj edhe nga donatorët e të tjerë që i ka të shofi. Pra, nga xhepat e varfër qytetarëve të Kosovës, popullit Kosovës, kjo parti në pushtet i merr 3 milion, mbi 3 milion euro në vit. Unë një pyetje për shkak këtë rast të kështu. Për 6 vjet i bjen që vetëvendosi ka marrë mbi 16 milion, për 6 vjet i bjen 18 milion. Pra, mbi 18 milion euro vetëvendosi që 6 vjet i ka marrë nga buxheti i popullit varfër të Kosovës. Pyetja e është për aktivistit, jo për politikan. Për aktivistin e vetëvendosur. A den ti aktivist që të respektojt? Ku i keni çu 18 milion euro si parti? Kush paguhet aty? Sa paguhet aty? Sa njerëz paguhen aty? Kam komitete ndryshme. 18 milion euro i ka marrë vetëvendosja vetëm nga buxheti i Kosovës për 6 vjet. Aktivisti vetëvendosës që e respektoj për aktivitet politike. A e dini kush i përdor ato para? Kush i përdor ato por? Dhe në çfarë niveli aktiviste e familjet e tyre e aktivistë të tjerë e dinë se kush i menaxhon, kush paguhet, për çka paguhen, kundër kujt paguhen apo për kujt paguhen. Do të thotë se kjo është një element që po di nëse se nuk Falë që më jeve, në qovë se vetëvendosja është një parti milionere dhe ka marrë ka shumë miliona nga buxheti i shtetit, si shpjegohet atëherë se ka hapur një fushat për donacionin për qytetarë për të financuar? Prandaj po e pyes aktivistin. Prandaj të i drejtu në aktivistit, është kamerë. Aktivisti vetëvendosës mbi 18 milion euro kanë hyrë në vetëvendosje vetëm nga buxheti i popullit të Kosovës. Le donacionet ju i dini aftë. Unë nuk i di. Si është mundën që mbi mbas 18 milion euro po kërkon e parë për popullit të Kosovës? Se ju vjen ato parë? Vetë 6 nëtare i pat në konto kryeministit. Ku i vjen ato parë? Kryeministi i pat 6 nëtare dhe Kërkjet personale që mëna me diskutu këtë pjesë poshtë sa është më e rëndësishme, po është funksionimi një partie. Pra, sa njerëz e din mrena vetëvendosjes ku janë 18 milion euro të vetëvendosjes për 6 vjet. Pra, nuk po e them këtë rastisht dhe nuk po futem në detaje sepse mendoj se aktivisti vetëvendosës e din më mirë edhe kanë dijen në sakë se ku shkojnë parat dhe për çfarë qëllimi. Dhe në këtë pas kësaj dalin atë kërkojnë prapë këtij popullit varfër, se duhet me ando ka 100 euro si janë të varfër, kërkojnë parë për çka? Për mi shtut miliona, për mi shtut 18 milionë, sa mi vadë 18 milion tjerë, pra për flasim për një strukturë pushtetare, parti pushtetare, që është multimilionere si parti, dhe kërkon nga populli i varfër donacion, pra kërkon të bëra. Kjo energji e vendosën pasaj në shtetin e Kosovës, sepse këtu është probleme, se kanë probleme me aspekti financiar i praktës. Pra, Kosova krizën që e ka si pasojë një logjike gabueshme politike. Nëse aleanca do t'jetë, unë besoj që do t'jetë vendimtare në krijimin e institucioneve të reja, edhe të presidentit, edhe të qeverisë, edhe të kryetarit të parlamentit, unë besoj që do ta maksimalizojë
bashkëpunime me partitë që dojnë me dalë nga kësaj krize. Na e dim që një adresë është e kësaj krize. Dhe ajo është struktura në pushtet. Por kjo krizë kaluat me bashkëpunim edhe të partive tjera. Nëse kemi me arrit këto, unë besoj që roli do të jetë ndërtor. Nëse nuk kemi me arrit, jam i shqetësuar për realisht për vjetesën e Kosovës si funksioner. Zoti Ramadan, siguria zë një rol shumë të rëndësishëm në programin e juaj politik. Cilet janë 3 prioritetet apo 5 prioritetet në qoftë se Alianca nesër do të jetë pjesë e qeverisë në aspektin e sigurisë dhe në aspektin e mbrojtjes? Të siguria dhe edhe mbrojtja, që e kemi bashku si koncept, është absolutisht investimi dhe buxhetor, ndrimi konceptit dhe doktrinës zhvillimit sigurisë dhe mbrojtjes dhe kushtet e punës për profesionistë. Pra janë 3 fusha nëse më jemi përmbledh kështu. Aspekti buxhetor ose në 4 vjet të ardhshme, ne planifikuam se të investojmë 2.2 miliard euro në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, duke përfshirë të edhe modernizimin e forcës së sigurisë për ushtrisë Kosovës, sepse SK-ja tash vitin 2028 do duhet me përfundu planin planitor dhe gjithë përshirës të tranzicionit për SK 10 vjet, nuk e di nëse janë shkollën e duhur zhvillimit, por si të qoftë, dhe na duhet një plan tjetër 4 vjeçar për modernizim kësaj. Jo vetëm në aspektin e doktrinës, por pashtu edhe teknologjisë dhe të pajisjeve. Të pjesa doktrinore është tepër e domosdoshme, edhe kjo është një risi që e bojmë prapë edhe nga zgjedhjet e kaluara edhe historik, është që çdo i ri dhe e ri në Kosovë, nga mosha 18 deri në 25 vjeç, do të stërvitet, do të ushtrohet me policinë, ushtrinë, zjarr fiksës dhe emergjenca, për çfarë do lloj rasti të jashtëzakonshëm në Kosovë. Do të thotë kjo se ju si Aliancë do të propozoni një ligj apo do të mbështetni një iniciativë që shërbimi detyrueshëm shërbimi ushtarak të bëhet i detyrueshëm për të rinjtë e Kosovës? E tash, kjo është rruga më e përshtatshme për Kosovën, që është rrugë e mesme. Pra që të rinjtë e Kosovës, 33 janë e Kosovës, nga 18 deri në 28 të marrin edukimin për siguri dhe mbrojtje. Dhe jo vetëm për ushtrisë, sepse ky koncepti i ushtrisë konskriptive ose të obligueshme është i mirë, por ne duam që të ketë gjithëpërfshirëse. Pra, ata kanë me pas në çdo sezon të vitit, nga 10 ditë dhe në një sezon 3 javë, pra i bie 30 ditë edhe 3 javë, 51 ditë në vit. Ushtrim policinë, zjarr fikset dhe emergjenca. Dhe varësisht prej kësaj, secili i ri dhe e ri mund të orientohet nëse shef veten në setor sigurisë. Nëse dikush do bëhet ushtar profesionist, polic, zjarr fiksës e emergjenca dhe emergjenca të mjekësore, dhe të njëjtën kohë institucionet e sigurisë kanë me identifiku kush është më i mirë për çka. Pra nëse kastrioti ose një kastriot është i mirë për ushtar, ushtria e Kosovës ka me ofru në ofertë për rekrutim edhe angazhim në ushtri. Po nëse një burim është i mirë për mjekësi, për të hyrje formë emergjencave mjekësore, atëherë shërbimi spitalor emergjent ka me ofruar me thonë, okay, burim i ki 18 vjet, ki 19 vjet, mundësia jote e karrierës është në emergjenca mjekësore. Dhe kjo ka me qenë një bashkim i këtyre elemente, sepse siguria dhe mbrojtja nuk është më vetëm një social, pra duhet të jetë gjithëpërfshirëse, dhe si e tillë kemi me bë dhe është risi që në Kosovë nuk i kanë pas që dikush tjetër e ka me du. Edhe fusha e tretë, që janë kushtet e punës edhe mundësia e karrierës, dhe këto Kosova ka qenë jashtëzakonisht keq, është dëbtu dorën zemrën e atyre gjatë, po lecet e Kosovës që 6 vjet nuk kanë vre asnjëherë uniformë të re, pra nuk e ofru uniformë re. Plusa e çizme e pajisje individuale se quhen, mos flasim për sigurimin shëndetësor, për kushtet e jetesës, rruga më të mira, më dinjitetshme, shujta, transporti e gjitha këto, që absolutisht e kemi me prioritet,
Dhe jo vetëm kushtet e punës dhe aspektin e shenjës, por mundësia e karrierës. Sepse sot në Kosovë, e jo vetëm sot, pra për disa vjet me radhë, oficerët të ushtrisë, oficerët të policisë, që shteti ka investu jashtëzakonisht shumë në trajnimet të tyre. Madje edhe fatnet si Amerika ka investu në pra, e të shojnë ushtrinë, e të shojnë policinë, për ne pa ma dinitetshme në qoftë sektor privat, qoftë në shtetet tjera. Po dashë në gjitha kryet të siguria. As me kanë përmen në të një, dhe as me kanë mundësi karriere. Sepse në bloku gjitha proceset e karrierës të ashtëllim. Kur një general ka duhet mu emru dhe emruhet, automatikisht minimum 15 pozvita liru. Dhe 15 njerëz tjerë, oficerë tjerë, morën karrierë. E fillojnë karrierën ose zhvillojnë karrierën. Me gjitha të kam si atë ramadani këta kam blokuar e di është kogja delikate ose vështirë e kuptueshme në opinionin publik, pavarësisht asaj që në këtë rast sidomos FSK-ja, armatimi në FSK është përdorur në gjithë kësaj qeverisje, edhe sot përdoret se ne kur pyeten për mungesë të investimeve të mëdha, projekteve të mëdha në Kosovë, thonë ne jemi fokusuar në forcimin e shtetit, në ushtri, armatimin. Unë e di se ju keni shumë mirë informacionet edhe po në kushdo që u marr me këtë punë, që ka një proces goxha i gjatë i mëhershëm i zhvillimit të FSK-s, po ç'është më shpjegu qytetarëve të Ramadani që realisht është forcu FSK-ja, ushtria e Kosovës, a kemi armatim të jashtëzakonshëm siç proklamohet, apo si është puna? Okej, po mundona me thonë sa ma hapur dhe pa detaju në erimin që duhet në detaju. Spori, ushtria e Kosovës, policia e Kosovës, se cilën vit ka me pasur armatim ma shumë se sa që ka pasur vitin para. Edhe kjo është proces që se ndalë këkush. Së mundët të ndalë, as të ndosja, as OK-ja, as këkush, këtë proces. Pyetja është, a është të investu në ato që mundet, apo është të investu ma pak, se sa që mundet. Pra nëse sot, ushtria policia po i lidit. Nëse është dash me pas në nivelin ose shkollën në lej, gjatësaj që i në shkollën dance. Pra ka muj me bo dhe dhej. Ka muj me bo shumë ma shëllë, dhe ka pas në shtetin edhe popullore, edhe partive politike me i boku. Po, nuk e di dhe rasës, ku po tham, e kanë lanë në gjysën e generalve, ushtri. Nuk po du me hy të pjesë e armatimet e tjera, të cilat janë një pjesë konvencionale, një pjesë jo politike, jo korrekt politike. Por, një ushtri, se e lënë me gjysën e general, është indikacion të bus i mjaftueshëm çfarë fokusi ki pas në ato ushtri. Qysh më nësë milion për shtatë pa general? Qysh më nësë milion? Edhe Sun Tzuja, që është stratego e terroristë ma i njoftë në aftë bord për artën e luftës. A i thët, luanët pa udhëheqës të mirë, pa general, nuk mujnë me bo pashkuqës. Pra, thej dërës, jo vetëm s'ka ki ble, kush i përdojë, edhe kush i udhëheqë. A ka mujtë më ble ma shumë? Absolutisht ka mujtë më ble ma shumë. A është bo propagandë tepër e madhe politike, me armatim e me pajisjet të ushtrisë, është bo tepër shumë dhe është dëmtu realisht koncepti. A dhe në pse është dëmtu? Ka 3 vjek që na dëgjojnë qeveri të fut për drona ushtarak made in Kosova, që dronat po i prodhojnë, që po i bojnë, që po i bojnë. Kosova s'ka leq për prodhimi drona. Tëra. Nuk ka leq. Dhe kërkush dhe njosh nuk mund. Për kush nuk e ka ndarë Kosovë, qeverinë e Kosovës me bo ligji. Ligji ka fillu më shkru në vitin 2023, për është bojë koncept nota. Sot jemi në mes vitin 2026, pra 3 vjetë të diska. Nuk kanë qenë gjere me bojë milit. E në ata zhut me bojë 2 ligje se lidhe me do. Respektivisht, nëse përron një të bojë aktivitet ilegal, po është rënë
institucionale me thonë që kemi me bo nëse se i banë ligjin. Banë ligjin, ata i të vazhdo. Pra është një logjik e gabueshme e një projekti të propagandës politike që asë një shtetë në botë nuk e banë ndanë të institucionet vetë atë sigurisë. Sepse siguria është ajo që s'duhet me pas propagandë. Pra ti nuk thu i komple aeroplanat nëse s'ki fillat. Kjo e bje një. Këta thërën kena me na po përgatin me mi bo dronat ushtarak made in Kosova e s'ki letë. I bjetë se me thonë po i bjejmë aeroplanat po s'ki fillat. Kush e i vozitën da? Kush e i pilotan atë aeroplan? Zotë Ramadanin, qofse nuk kemi ligj për prodhimin e dronave, si e vlerësoni iniciativën për krimin e gjandarmerisë? Ha është e nevojshme, ha është në momentin e duhur apo është e vonuar? Ta iniciativë. Në parem, mene që orë këtësisht zgjedhore ose elektorale, forma, mënyra e komunikimit kësaj edhe të një vendimi që nuk është vendim. Pra, krijimi i gjandarmerisë nuk është aspekt i një vendimi qeveritje, duhet këtë liqë. Duhet të ka kuvend, duhet këtë liqë. Pra qeveria më ta dërgoj një liqë, i cili i ndryshon një 30 ligje tjera, e duhet me lidh ato mirë e sot, e për me bo këto, profesionalisht do të me pas një analizë nëse jori që kem strategjik sektorit sigurisë, dhe nëse i shumë këto krej, e kuptojmë është një gjo. Që këta njerëz mujnë me qenë propagandus mirë politik për partinë e vetë, po absolutisht jo profesional për shtetë. Pra nuk më nëshme me nërë, që ka vendim për krijen të gjandarmerisë. është mashtrim. Vendimi që është edhe publik, është që krijohet një grup punues për me analizu a mund krijohet apo jo. Edhe çfarë modele mund krijohet gjandarmerie. Pra edhe përse, përse që është propagandë, non propagandë elektorale e që me sektor sigurisë, nuk bëhet propagandë elektorale, është do me maj mas i bëhet. Tash, a ka Kosova nevojë për gjandarmeri, apo jo, se cilin mund të kemi mendimet tona. A duhet me bëhet gjandarmerin e cila funksionon, e vërtet, funksionon mes policisë dhe ushtrisë, respektivisht është formacion policor me ternin me ushtarake, prandaj edhe kontinuohet, po na duhet me pas edhe protokoll të ri operacional me NATO, se të në NATO ne kemi në Kosovë. Kosova edhe matutje nuk e ka të në dorët vetë menaxhimin e kufirit, një pjesë e kufirit Kosovë, pra pjesës kryesore e kufirit. Po që është marrë Me Serbi e menaxhon NATO. Pjesën këtë me Macedoninë e Veriut, me Shqipërinë, me Malin e Zi, është transferuar tash në totalisht 14 vjet në nivel të plot te policia e Kosovës. Prandaj kjo është një dimension shumë më i madh, është keq, është gabim, edhe është përmarrje se ide për gjandarmeri e kanë shfroz gjatë fushatës elektorale, edhe e kanë përbangandu si diçka të kryerë. Derisa e kanë themelu veç në grup me këqyr a mundet më bo, edhe nëse mundet më bo, çfarë modaliteti mundet më bo. Pra shenjë çfarë dallimi jo. A ka nevojë Kosova? Kosova ka nevojë me forcu institucionet e sigurisë. Nëse gjandarmeria është mënyra që shforcohen institucionet e sigurisë, pse ja. Atë merren njësitë specializuar të intervenimit shpejt të kontrollit masave, me këqyrjes masave, me këqyrjes kufitore të tjera, krijohet një mekanizëm që është mes ushtrisë edhe policisë. Po kjo duhet jetë edhe në protokoll të ri me NATO, përndryshe na kemi ne ushtri të NATO-s që në Kosovë, pra foret, dhe kemi ushtrinë e Kosovës që është Forca Sigurisë Kosovës, dhe një mekanizëm i të re me trenim ushtaran, normalisht që kërkon protokolle jo vetëm me NATO, kërkon me FSK-n, kërkon me polici, kërkon me AML, me Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencës, kërkon me dogana, e të tjera, pra pej fjallës të tyre, se e banëm gjandarmeri, thojza, dhe e brenda e gjandarmerisë, nëse duhet në më një 3-4 vjetë. Pra, është në totalisht dëmtuese, po tentojnë me bind popullin e Kosovës që u kriju gjandarmeria. Pra është një proces e gjatë. Po është proces e gjatë se duhet të jetë i gjatë. Sepse nuk mund të krijohet, as policia e Kosovës është kriju për një.
A Shoqëria e Kosovës është kryer për 1 vjet. Edhe institucionet që krijohen për 2-3 muaj, po krijo ka me një vendem, s'është institucion. Nuk mundet në funksionosi. Jo, jetë që është të losh. Absolutisht. Prandaj çka po tentojmë në thonor. Për këto duhet analizë profesionale. Çka kanë bë këta? E kanë myt mundësinë e një qëndrimi profesional. Edhe normal është qartë. Këtë është elektoral. Zotëra Ramazani, Çfarë fitohet zgjedhjet fakvat? Çfarë fitohet zgjedhjet me premtimin kryesor e vetëm zgjedhor që kena me bë žandarmeri? Që këtë premtim për me fitu vota, dhe sa policia e Kosovës së shkon me autostop në punë me gifsën që cilë kjeri, në punë se nuk ka para të me hypë në autobus e le në taksë. Kur uniforma policisë të Kosovës nuk është në rrugë që 6 vjetë. E ka me rast për bezë të vërtet. Një me kje që një gjatë polic e tha pak me shaka, do në tha bërët një mëzu, javën e kalu. Një mëzu se i kena marrë, ku marrë 2 fëmijë policisë. Për shumë, sa mija e kontrolën e poba, të joja, një kolegi jam ka dalë në pension, edhe me ka dhonë, me ka bëru 2 fëmijë të ti, kështu që ta që ka marrë 2 fëmijë shtesë. Pra, ideja është që policia Kosovës ka jo në gjendit që ku det dikush në pension, e mu 65 vjetë, në Kosovë 65 vjetë dhe policia, pension, duhet me adhon këmishat kolegut vetë. Edhe ti po thunë në fushat elektorale, ama votën se ka me bojë žandarmeri. Adhen, ideja e këti konceptimi është edhe gabim, edhe jo profesional, edhe jetë qak njën se duhet me tut pofën. Për mëna e kanë që kërkesën ose qëllimin, me tut popën Zelenja, qash kesa me bon të žandarmerin e pështojnë Kosovë. Në shtë edhe përsa në Kosovë, po duhet më konë profesional aja. Nuk më nëtë më konë vendem e një ministri që është të dalësh se pa dishëm në aspektin profesional. Zotëra Ramazani, disa herë përmendat NATO. Në programin e juaj, antarësimin e NATO është një nga prioritetet kryesore. Sa ka gjasa reale Kosova të bëhet pjesë e NATO-s, duke marrë parasysh se disa shtete anëtare të NATO-s ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe cilat do qenë hapa që ju do të ndërmerrni për antarësimin e Kosovës në Aleancën Atlantike? Tash, antarësimi në NATO është për ti se sa me prioriteti program. Antarësimi në NATO është komplet struktura edhe filozofia programore e agavës. Dhe që fëtë ato? Na kemi vendosë në prioritet dhe filozofi qeveritare gjitha institucioneve, gjitha ministrive dhe gjitha agjensive të institucioneve të Kosovës. Dhe shqipën ma në shembol. Nëse Ministria Kulturës ka aktivitet që subvencionon nëse ban thiri dhe e përcaktoj një fush. Për shembull, një vjetë mundet me hëm kondër dhunës familje. Edhe barfirje për aplikime të aktivitetet kulturore kundër dhunës familje që është shumë e mirë. Me filozofinë e konceptit të dhunës, Ministria Kulturës ka me bërë thirrje për aktivitetet kulturore për NATO. Pra se qysh Kosova e ka tregimin të jashtëzakonshëm në raport me NATO. E mos flasim për Ministrinë e Jashtme, mos flasim për Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Brendshme e të tjera, sipas një koncepti filozofik programor që është DIME, që është diplomacia, inteligjenca, ushtria edhe ekonomia. Pra, gjitha institucionet kanë me punu me një prioritet që në antarësinë e NATO. Si është e mundur kjo dhe si te i kaluat apo zbutët situata me 4 shtetet jo njohëse brenda NATO-s, normalisht që se cili shtet që është antarësuar në NATO, e ka pas, sidomos pas luftës së top, e ka pas një shtet sponsorizues. Pra dikush e ka sponsorizu ide. Pra nëse shohim edhe Shqipërinë, edhe Maqedoninë e Veriut, ka qenë një sponsorizues, ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato që e kanë prinj procesi. Po në rastet e Evropës Lindore ka qenë herë Anglia, ose Britania e Madhe, herë Gjermania e Franca, ose edhe Italia. Pra ka pasur shtete që merr përsipër në sponsorizu rrugën përpara. Dhe në këto, nëse na arrim me bë dhe besoj që e kemi këtë sponsorizim, po këtë sponsorizim prej Shtetit Bashkuar të Amerikës është mënyra për me kalu të lashëm me 4 shtete lirnjose, sepse në fund them se na kena me kalu situatën me Greqinë, me Spanjën, me Romaninë edhe me Slovakinë, si kapacitet e Kosovës.
por nëse na e fon këtë filozofi institucionale, shtetërore, për anëtarësinë të NATO, atë në mësë që gjatë vjetë nuk funksionon as me keke për anëtarësinë NATO i Kosovës. Është du. Këto do shta më të pyet zotëm. As nuk kanë pas interes, as mekanizmat që kanë qenë funksional, nuk i kanë vazhdu. Ju e keni pas për shumë Masonin e Derit, ish presidentin Andarovski, se ka qenë udhëheci i komunikimit për person kontakti ose koordinatori nacional me NATO. Vitin 2019 kam qenë unë për Kosovës dhe kemi fillu një proces edhe komunikimi online që dhe me bëhet atër. Me na kanë posefo. Dhe që ka bërë vitin 2020 kër është nëru Severia është shua institucion. Pastaj e kanë riemëru një institucion të tillë, një këshill të tillë me ministrën Bevolla, e cila duhet zëna ka qenë një prej ministra mas mandalaz të historinë e Kosovës për shfirimin, që edhe flamën të shteteve do t'i ka ditë se le e mo koncepti. Po drejtona me ema. Me qëllimit të kjo pjesa e synimeve të Kosovës për anëtarësimin në NATO, është edhe një tim që na ndoshta kisha pas qef e pas një mendim të tonën ose një përgjigje se çfarë ke po në raportin ndërkombëtar të Kosovës. Është rasti i parë që Kosova gjatë periudhës së qeverisjes së vetëvendosjes ka pas sanksione nga shtetet nga Bashkimi Evropian. Kemi numër minimal të vizitave në zyrtare të ministrit jashtëm, ministrës jashtëm, kryeministrit, jashtëzakonisht bukur. Për jashtëm të ish presidentës Vjosa Osmane, e cila i ka pas disa aktivitete, ju se keni po funksionimin i diplomacisë e sidomos në Shtetet e Bashkuara në New York dhe Washington. Tash, në kohën kër këtë botash në krizë, në kriza të sigurisë, pra jo thëmë aspekte ekonomike, e sidomos patrusës në Ukrajinë. Kosova as më t'i ka trit vetën në raporte ndërkombëtare e rajonale dhe as më ka arritë me ndërtu një koncept. Dhe kjo është problemi i Kosovës. Pra, Kosova, qeveria e Kosovës, ky pushtet e ka lalu Kosovën prej vëmendjes. Kam për mosdijes ata dashme në Augusta, që të volë për dënë. Për mosdijes jam i sigurës. Nëse ka pas edhe qëllimin, mujna me po ndërkohë. Sepse nëse ka pas edhe qëllimin, atër po flasim për qëllim armesur ndaj shqip. E për të duhet me po në kohë, se mërët në diagnostifiku ose më analizu. Po për mosdijes, pas në dile. Na kena pas ministrit jashtë, e cila ka shku në Këshill Sigurimi, do e ka thonë, dhe ca kena na Kosova ka qenë zhytur në krem me korupcion. Pra që kjo ka qenë promovimi i Kosovës në përbo. Në nënë që Kosova ka qenë një raz i krimit organizuar dhe korupcione. E kujtë pithu, ata që na kanë boshte. Ata që e kanë edhe matutje, përgjësim primore me në mbojtë sështë. E mos flasim për se da mas rose se bojnë s'këtë. Mene që dështimi diplomatik i Kosovës ka qenë absolutisht dëmtues dhe i papërmirësueshëm dhe i dashur. Pra Kosova nuk ka arrit që pas krasit bojnë s'këtë me ndërtu raportërin me NATO dhe ka qenë problem në Kosovë. Pra, e kumte që është ma aspekt ma profesional për mos me detaju me publiku. Po, absolutisht Kosova ka pas mundësi që me dorë këtë situatë tjetër. Dhe që ka bërë pas mundësës, numri i ushtarëve të këfurit është rritë me në vit 1200, pra është vendosë Kosova si në zonë e krizës, por kjo nuk ka reflektu në fuqizimin e institucioneve të sigurisë Kosovës. As në diplomat. Se, diplomatëve të Kosovës dhe jo është ministria jashtme, po qaset diplomatike e Kosovës që ka mungu është kjo. Pas Bonskës, Kosova është dashur me marrë autorizime, kompetenca, shtetje direkte më të mëdha të NATO-s për institucionet e sigurisë. Jo vetëm numrin e ushtarëve të NATO-s. Sepse ushtarët e NATO-s, dhe sa kanë flamurin amerikan dhe flamurin e NATO-s, mjaftojnë sa do që jenë.
edhe 10, Numri pak edhe 10 në qofshën. Mjaftojnë për së do të për qërat për flasëm. Ramazani, Neve s'ka na duhet është me fusu institucionet për efekt. Punë. jemi në limitet e kohës realisht që kemi kaluar gjitha limitet. Kam një pyetje të fundit. Në qoftë se Alianca merr besimin e qytetarëve të Kosovës me 7 qershor, cilët do të jenë 3 prioritetet e qeverisë së ardhshme, ku nëse ju do të jeni pjesë? Absolutisht unë besoj që po jam i bindur se Alianca do të jetë pjesë e qeverisjes edhe të ndryshime domosdoshëm dhe po e lidhem me sloganin, në motën e fshatës, sepse të jenë konstatuese dhe premtuese për qytetarët, siguri, energji, zhvillim. Pra, do të fokusohemi në ndrimin, respektivisht avancimin e modelit dhe konceptit doktrinës sigurisë së drejtës, do të kthehemi në domosdoshmërinë që Kosova të prodhojë vetë energji elektrike, e këtë lidhet me zhvillimin në tërësi edhe aspektet e mbështetjes së ndërmarrësve, tatimeve, taksave që do të ndrohen, pra do të ketë një sistem tjetër. Pra të janë 3 elementet kryesore. Dhe çka është, sa po du me bodallimin e parti tjera, përgjithësi, është që slogani ynë tregon për kushtimin tonë. Na nuk I thojmë qytetarit çka do të ne bëj qytetari. Që në slogane tjera. Shumë do të thotë që t'ja pikë. Ti pitër kanë qytetari çka me bo. Se do shme tërgu ti qytetari çka ai do të me bo. Tërgo ti çka po do. Ti çka I për qytetari. Na po I themi. Me ne është siguri, energji, zhvillim, që të 3 prioritetet, që të janë 3 shtyllat, që kjo është filozofia. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit zotëri Stiloni që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit. Të nderuar shikues, me kaq ne përfundojmë emisionin. Faleminderit që qëndruat me ne, shihemi në emisionin e radhë.